Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot i kemi dy të ftuar shumë special nga organizata Plus Kult, të cilët janë përparim UKA, kryetari i organizatës, si dhe zotëri Gjafer Cakulli, i cili është edhe profesori i historisë, por njëkohësisht është anëtari kryesisër kësaj organizate. Këta dy të ftuar do të na tregojnë gjithçka mbi organizatën, fillimet e saj, sfidat e kësaj, po ashtu dhe si po planifikojnë të ftojnë edhe gjeneratën e re, cila do t'jenë planet të ardhshme të kësaj shoqate. Përshëndetje. Përshëndetje, nderuar. Përshëndetje. Si po ndjeni këtu në studio sot? Po ndjemi si në shtëpinë tonë. Në DTV-ja shtëpi e gjithëve, qytetarëve të Republikës Kosovë, kështu që edhe ne po ndihem shumë rahat e mirë këtu. Po tjetër, edhe ne jemi shumë të kënaqur që kemi pas mundësinë me pas sot në studio edhe me diskutu rreth organizatës. Pra ne e dim që ju keni edhe një event, pra një sesion të tretë me datën 22, që ne kemi goxha afër. Mirë po për këto do të flasim pak më vonë. Desha të fokusohem tek fillimi, pra tek krijimi i shoqatës, cilat kanë qenë ato sfidat, cilat kanë qenë ndoshta edhe mendimet, idejat, gjitha ato detajet. Po, gjithsesi, ne organizata e Plus Kult funksionon, thuje stafi i organizatës është 6 vite, ndërsa organizata si Plus Kult është prej 2020 si themeluar. Pas bisedime me kryesin diskutimeve, kemi vendosur edhe ta lojmë me emrin Plus Kult, për arsye se ne si Plus Kult e kemi derën e hapur për gjitha aktivitetet që është në dobi të rinisë dhe në dobi qytetit tonë, edhe thujet shtetit tonë. Andaj kemi vendosur që të jetë emri Plus Kult, për shkak se ne emrin cilën e ka vetë plus, do të thotë që gjithmonë do të ketë risi dhe do të ketë pika të reja në programin tonë edhe statusin tonë të Plus Kultit. Ne kemi filluar qysh në vitin 2018 si kryesit jemi në aktivitetet të ndryshme kombëtare. Pastaj kemi filluar të mirëme me trashëgimin, e cila është një vlerë kombëtare dhe cila duhet ruajtur edhe mbrojtur gjithsesi, edhe pse nga ne kryesia ka shumë punë dhe shumë angazhime të cilat kemi ndriçu vlerën tonë kombëtare që kemi. Një staf i kryesisë Plus Kultit është prej 21 anëtarëve, të cilët janë të gjithë profesorë të ndryshëm, të lamive të ndryshme. Në ndërtaj kemi edhe profesorin Magjister Gjafer Cakulli, këtu me ne që është një kraj djathtë i imi ato në idejet, në planet dhe programet tona. Pra ju e keni një bashkëpunim shumë ngushtë? Jashtëzakonisht. Të mirë, një bashkëpunim të besueshëm edhe për këtë arsye dhe jemi që 6 vite gjithmonë së bashku. Cili do të ishte ai misioni i shoqatës, pra me një fjali? Misioni i shoqatës me një fjali që të përmbyll ejen edhe të bashkohemi edhe të bëhem më të fortë, ta mbrojmë trashëgimin tonë, kulturën, rinin tonë. Kjo do të ishte si lidhje e mesazhit. Së bashku mbrojmë gjithçka që është në interes të shtetit. Si mendoni pikërisht në këtë pikë për me bashkangjitë, ndoshta gjeneratën e re, është pak e vështirë, ndoshta pak të rritë tash me përfshim të pjesë më kombëtare kështu. Po, organizata jonë Plus Kult e ka forumin rinor, i cili është një forum jashtëzakonisht aktiv dhe punon shumë këtë drejtim. Njerit është Arvend Gjergja, i kryetari i forumit rinor nivel të Kosovës, është njerit edhe gazetar me profesion, kështu që edhe stafi i forumit rinor ekziston në Plus Kult, ekziston edhe forumi i gruas në Plus Kult, domethënë të gjitha janë mbrana organizatës. Të ne ajo vetmja që mungon financimi institucional, i cili është obligim shtetëror që të mbështeten ojë qytet, si çdo vend Evropës do të edhe këtu të jenë ato. Po pra, ajo është një ndër sfidat më të mëdha ndoshta. Sfidat më të mëdha është mungesa e financimit institucional. E këtu të ne vërtet nuk dojnë të veprojnë ashtu që shërbi për rregulla dhe ligje, se edhe na i kemi ligjet, po nuk zbatohen. Ose do të jesh përkrasin një partisë politike të ti do të financohesh, për ndryshe jo. Ne si Plus Kult, hapën thëmë, nuk jemi përkrah asnjëherë nga Ministria e Kulturës, për
qëllimet tona, trashëgimisë të kulturës, rinisë dhe sportit. Pra, kjo është ndoshta një problematikë goxha e madhe dhe në zhvillimin shtetëror. Po, kjo mungon. Po, kthehemi pak nga zotri Xhafer. A mundesh më na tregu ju si profesore dhe historisë, si e keni gjetë veten në Plus Kolt? Fillimisht më lejoni të përshëndes juve edhe gjithë shikues të televizionit dhe TV. Është një televizion me vlerë sepse në shumë aktivitetet tona ka qëndru pranë nesh në vazhdimsi, prandaj e kemi edhe obligim të përshëndesum në formën publike. Të jesh pjesë e një aktiviteti ose një OJQ-je, Plus Kolt, se Plus është diçka që i shtohet vlera shoqënisë dhe kult ka të bëjë me kuptimin e kulturës. Pra, ne jemi pjesë e një shtese në kulturë duke u bazuar në aktivitetet cilat i organizojmë për çdo vit dhe prej themelimit. Prandaj për këtë arsye edhe quhet Plus Kolt sepse kulturës i kemi dhënë vlerë. Dhe në këtë mënyrë e kemi arrit qëllimin gjatë gjithë funksionimit tonë. Ti je pjesë e një organizate që funksionon dhe merret me kulturë, nuk është shumë e vështirë, por është sakrificë. Të me sakrifikuar këtë pikpamje nuk është e vështirë kur e ki bashkëpunimin edhe nëse në momente caktume bashkëpunimi është i mirëfillt dhe ka kuptim, atëherë vlera gjithmonë është e padiskutueshme në arritjen e qëllimeve. Pajtohem plotësisht në gjithë atë që thatë. Desha të fokusohem pak tek këto eventet. Cili ka qenë ai eventi i parë të cilin e keni vënë si shoqatë dhe cilat kanë qenë ato vështirësitë ndoshta tek fillimet e juaja? Vështirësitë më të mëdha të cilat kanë qenë për këtë. Për vetëm ato financiare. Që ka qenë sfidë kur kemi filluar me sesionin e parë shkencor, që për këtë pjesë, profesor, më të halut të dasë shpesë e vërtet. Kryetar, sepse ne nuk e kemi veç kryetar, po kemi shok. Edhe është letë me bashkëpunu me dikan kur i kupton gjitha problemet dhe i në gjendje me i zgjedh. Në këtë mënyrë arrihet deri te qëllimi. Ishte vështirë dhe në fillim ishte diçka e pa imagjinueshme që një organizatë jo qeveritare të merret me organizime shkencore. Por kur ka bashkëpunim, ka pas edhe mirë kuptim këtë drejtim, ja kemi arrit qëllimin para 3 viteve kemi organizu sesionin e parë shkencor dhe në sesionin e parë shkencor është quajtur Kosova në përshekuj. Dhe kemi pas organizue gjithmonë e kemi zgjedh muajin nëntor. Pse lind pyetja pse është zgjedh muajin nëntor? Është zgjedh muaj nëntor për shumë arsye. Sepse muaj nëntor është muaj i krenarisë të shqiptarët. Shumë muaj në për vite i kemi vujtje. E të muaj nëntor është ai muaj cili na bën krenar sepse kemi festat shumëta. Dhe për këtë arsye ne kemi zgjedh muaj nëntor që ti mbajmë sesionet shkencore. Edhe sesionin e parë shkencore kemi mbajt rreth datës 20. Sepse nga data 20 fillojnë fillojnë ngjarjet e rëndësishme historike. Sikur që është ngjarja e alfabetit, Kongresit Manastirit, që fillon me 14 e përfundon me 22 nëntor. Është hapi i parë. Ose ngjarje tjetër e rëndësishme e më avonshme e nëntorit është nëntori i parë në kohën e Skënderbeut. Themelimi i shtetit demokratik shqiptar që i ka dhënë shembull edhe Evropës edhe botës si bëhet një shtet. Pastaj është 28 nëntori, ngjarje e rëndësishme e shpalljes pavarësisë së Shqipërisë. Ngjarje tjetër mjaft e madhe është 27 nëntori. Është ngjarje dita e ushtrisë, dita e FSK-s ose dita e ushtrisë të Kosovës. 28 nëntori është ngjarje tjetër e rëndësishme. Lindja e komandantit ton legjendar, ditëlindja e Adem Jasharit.
Dhe këto janë arsyet pse ne e kemi zgjedhur nëntorin. Dhe kjo është arsye pse ne e quajmë nëntorin e krenarisë. Dhe pikërisht në këtë nëntor kemi filluar sesionin e parë, e kemi mbajtur të dytin që është quajt shtet ndërtimi i Kosovës gjatë shekullit 20 dhe 21, dhe këtë vit pas shumë bisedave, konsultimeve me gjithë kryesin dhe me gjithë njerëzit që njohin shkencën, e kemi vendosur që t'ja kushtojmë një sesion shkencor gruas. Sepse gruaja shqiptare është aja që ka sakrifiku shumë, ka dhënë vlera shumë dhe pa nonën shqiptare dhe pa gruan shqiptare nuk do të ishim sot këtu. Prandaj e kemi quajt roli gruas shqiptare ndër shekuj. Po, patjetër gjithmonë duhet me jap fokus këtyre gjërave kaq të rëndësishme, pra po besoj që me gjithë kemi me prit me po me datën 22 këtë sesion. Sa është vështirë me bu, ndoshta një sesion shkencor, që aty në ato përa përgatitjet që ndërsa nuk i shohim ne, por janë në prevaskena. Unë po, edhe një minut, nuk është e lehtë me organizu. Përmendëm sakrifica. Definitivisht është sakrificë. Por kur e ki rezultatin në fund, gjithmonë një është krenar. Në sesionin e parë kanë marrë pjesë dikun rreth 17 kombëtesa, kanë qenë 17 kombëtesa, prej tyre 15 me titull doktora shkencës. Në sesionin e dytë numri është rrit, dikun rreth 30 kombëtesa shkencore, prej tyre 20 me doktora shkencës. Këtë vit i kemi 26 kombëtesa, prej gjithë këtyre janë me titull master ose doktorat shkencës. Dhe kështu, kur ke kuadër, nuk është e vështirë, por ka shumë angazhim. Sepse duhet me njoftu njerëzit me kohë, duhet me përgatit, sepse me përgatit një temë me karakter shkencor dhe me bërime shkencore, duhet kohë. Prandaj ne kemi njoftu me kohë, dhe kemi fillu ta bëjmë tradicionale, më thonë në nëntor, dhe për këtë arsye, për këtë tretin nuk kemi pas shumë vështërsi. Cili sesion ka qenë më i vështirë? Unë të mendoj se sesioni i parë ka qenë më i vështirë. Pastaj prevoja i sesionit parë na ka bu me na lecu për sesionin e dytë shkencor. Pas dytit, tash është i treti sesioni shkencor që ne bëjmë bashkëpunim me shoqatën EDEL në Shqipëri, që e kemi një bashkëpunim lidhur me aktivitetet tona, e që e kemi një marrëveshje gjatë këtij viti që e kemi bërë me profesoreshën Davida Marku, e cila ka qenë edhe këtu në emisionin të ju më herët. Edhe tash ky sesioni i tretë na ka bërë që të kemi ende më të lehtë punën për shkak urës dhe bashkëpunimit që e kemi. Këshilli organizativ këtu që është profesori Gjafer Cakulli, një herë është i papritueshëm me gjithatë energji vullnetit, nuk e di ku e gjonen, gjithatë kanë angazhim që i ka pas gjatë këtyne mujve për përgatitjen edhe ardhjen deri te ky sesion që do të mbahet me 22 nëntor. Po vullneti i stafit të kryesisë dhe këshillit organizativ vërtet është i palodhshëm, kur dëshiron të krijosh diçka të bukur dhe të arrish qëllimin ta depërtosh te opinioni dhe të qytetarët, të cilët vërtet ka nevojë qytetarët tonë të kenë libër akademik shkencor në duart e tyre. Shoqata jonë në një fjalë plus kulti ka arritur që 2 libra të botohen të punimeve shkencore, që i treti tash me datën 22 do të hynë funksionon, 3 libra dalin shkencore, vërtet është një punë e mrekullueshme. Pa i përmendur punë tjera që janë bërë gjatë këtij viti, për shembull, e kemi pas edhe punimin për organizimin e 12 qershorit ditës së çlirimit të Fushë Kosovës, që mas 20 e kusur vite kemi arritë të bëjmë një bashkëpunim me veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që të bëjmë një marsh në qytetin tonë të Fushë Kosovës që ka dalë jashtëzakonisht mirë edhe që është mirë pritur jashtëzakonisht mirë për qytetarëve tonë. Gjithmonë thëmë punë tona me një staf të mirë të kryesisë që ka plus kulti
e ka letë të qeverisë dhe me Republikën e Kosovës, me këtë staftë e ka. Kështu që lavdatat sekretare kam obligim të jap, ashtu që shënë sinqerta. Kështu që profesor besoj që nuk e të prova me... Jo, modestin do e lëmë pakon, ashtë se për një me do të me vlerësu edhe punën tonë nga njëherë. Sepse ndoshta kemi atë tendencën për me pas ndoshta kritik për vetën, që mundemi me bu ma mirë gjithmonë, por për derisa kemi mrit diçka, pse jo edhe mja ditë vlerën asaj. Ne e shohim mesazhet të tjerëve, pastaj se na veprojmë, punojmë, po punën tonë ja vlojmë gjithmonë të tjerët me vlerësu. Edhe përderisa 6 vite që jemi aktiv, besoj se është vlerësuja zakonisht organizimet tona, eventet tona të ndryshme që kanë qenë prej ore letrare, akademi përkujtimore për dëshmorët kombit, ka qenë në tashme në mars, 7 mars për ditën e mësuesit ka qenë një organizim në zyrën e Pluskultit. Kështu që punë tona dhe evente ka të shumta organizata Pluskult që besoj ky program nuk mjafton mi cek gjitha ato punë që kemi bo si kryesi, po mendoj se ne mundal nuk e kemi ndjetë, se përderisa Pluskulti e ka formuar rinore dhe ne si kryesi kemi një obligim ndaj të rive që ti mësojmë të promovojmë vullnetarizmin, të promovojmë të rinia se sa mirë është t'jesh një vullnetari çështjeve të mira, sidomos shkencore apo përgatitjeve të ndryshme. Unë po mendoj që kjo rini sot që ne kemi është një rini e mrekullueshme, e që vërtet është për modhimt gjithë kjo rini që po na iki jashtë vendit. Për shkak se s'u gjojnë vetën në Kosovë. Studion, diplomon, e kryjnë fakultetin, e merr diplomën, qëndron në shtëpi. Domethënë, shteti s'ka arrit për këto 5 vitet e fundit, sidomos të arrit diçka për këta student, për këta rini. Nuk mashtrohet një student me 100 euro. Është lojë politike ajo. Nuk e ndihmon studentin me 100 euro. Po sidoqoftë janë tjetër se në pjesa që nuk duhet flas për politike, nuk duhet flas për këtë qeveri, për shkak se s'kam çka flas për këto 5 vite. Nuk kanë çka flasin as tjerë, si përveç mediat të cilat janë të lidhura ngushtë me ta, mund ta reklamojnë mesazhet e tyre që janë veç filozofi, po jo në praktik. Unë e shoh rinin çdo ditë, isha në një vend, nuk du ta cek i vendin se në ku isha, kur me tregoj se 150 kërkesa janë trinis të Republikës tonë, që të kërkojnë punë në Gjermani tikin deri në janar, vërtet për mua ka qenë një shok. Se rinia e shnoshe jona po ik çdo ditë. Veni po na zbroset secënë. Domethënë, çka për kënd do të punojmë pastaj. Nëse rinia shkojnë studentat tonë mrekullueshëm që i ka Republika jona, Universiteti i Prishtinës, sa në Prishtina çdo vit nxjerr studenta shumë të mirë. Edhe të gjitha ata studentat mirë kur s'u gjojnë veten, këto detyrimisht detyrohen tikën në shtetet evropiane. Atje pe gjojnë veten, komoditetin se për në cëndo shtet ku shkojnë, për ata është një mrekulli, se është i përgatitun, shkon i përgatitun, veç fillon punën atje. E këto do të mendojnë mirë institucionet tona qeveritare. Ndoshta për këtë studentët po demotivohen pak edhe me kërku ma shumë punë në Kosovë. Po, keni të drejtë, shpesh hasin studentat të zëtojnë për parin çfarë do të fitojnë nëse e kryj. Do më dhamë fakultetin si tjerë të kolegët me që jesin shpe, me diploma, ose do të marrëm rrugën e mergatës. E kjo vërtet është... Ose ndoshta nuk e marrë një profesion fare që e kanë studiu pra drejtim dhe vetëm mundohen me gjetë pra një zgjidhje këto sa më afër. Unë thëmë, po flasë për një pjesë të rive të cilët unë ka rasti që janë prej profesionit gazetarisë dhe profesion ndryshme. Vërtet janë falenderus televizionit DTV që disa të rinje ju ka dhonë shumë hapsine që të kenë një ratë me televizionin ku ata kanë punu, pi bjen kjo se për bëjnë një reklam, po vërtet e realitetit që është folë dhe flitet nga njerëz të cilët kanë punu, kanë vepru dhe kanë gjithë ashtë vetën ma mirë dikon, po vërtet fjallët më të mira janë për televizion që ju ka dhonë hapsi rinis, se kjo është mrekullia, se kur t'ju epen edhe tjertë hapsin në rinis, do t'ishte një medale artë për se cilën televizion apo punë tjera këtu. Unë e thëmë, inshallah ndryshojnë gjërat e në vitet e ardhshme, mendojnë ma shumë për rinin, mendojnë ma shumë për studentat që diplomojnë,
të afrohet një mundësi e punësimit këtu brenda në Republikën tonë, të cilën kanë dhënë gjak, kanë dhënë jetë, kemi dëshmorë të shumë që ta kemi këtë liri dhe ta kemi në mundësinë rinia jonë që të rrinë këtu të punojnë dhe të veprojnë për shtetin e tyre. Jo të na ikin që kemi ikë ne në vitet e mahershme për këtij vendit. Po e kemi pas një arsye që të jemi largu në kohë të hershme. Po tash nuk di cila do të jetë arsyeja. Arsyet këtu të na mbesin veç mungesa e vullnetit qeveritar për të punu për rinj. Po ndoshta se edhe gjenerata cilët e kanë përjetu luftën i vije pak më rënd, se gjeneratat më të reja dhe që se kanë përjetu luftën, ndoshta nuk e kanë atë shumë, ndoshta atë plak të hapë. Mungesën atë emocionale është e vërtetë. Pjesa e luftës gjithmonë është ajo që na prek çdo shqiptar në shpirt, dhe nëse nuk jemi prek personalisht, gjithmonë është ndoshta një dhimbje dhe një empati që është shprehur që e kemi secili prej nesh. Desha të fokusohem pak tek roli i organizatës suaj në shoqëri, cili ka qenë ndoshta ato komentet që i keni po, edhe rolin e medias, si keni prit ndoshta edhe do kritika? Thëmë drejtën, për kritika shumë pak kemi pas. Suje pak e heqë, po bona real edhe për thëmë një të vërtetë, të cilën do për cilin mesazhet që vinë edhe nga shteti shqiptar, nga Shqipëria, vinë nga qytetet e ndryshme të Kosovës, e në punë të cilat ne i bojmë si kryesi dhe si organizat, vërtet është vështirë dhe institucioni që është përgjec për kulturë dhe trashëgimi të afroj ato eventet të cilat ne kemi afru për qytetar, për mërgjimtar, për gjitha nivellet dhe shtresat ne kemi bo evente, jemi përkushtu në këtë drejtim. Edhe krejta e punë bëhet në mënyrë vullnetare, në një mënyrë që shprehim vullnetin, dëshiren që të arrim të i organizojmë ato evente. Profesori besoj që ka me shtu në këtë pjesën pak, që më të fokusohem edhe pak të pjesa ma e rëndësishme që dha. Si duket hymë shumë ka rinia, edhe pësa është brengë normal, po në statutin tonë kemi kushtu një rëndësi shumë të veçantë rinisë. Prandaj mundohem që edhe rinin ta aktivizojmë. Edhe rinin mundohem që ta aktivizojmë në aktivitete kulturore edhe sportive pëse ju. Ne në program e kemi që rinis sa ma shumë t'jem afer rinis. Sa i përket komenteve, mendoj që edhe vrejtjet apo sugjerimet janë të pranueshme, për arsye se në të ardhmen ndikojnë në përmirësim dhe çdo herë ka hapësirë për më bo ma mirë. Sepse ne jemi si OJQ edhe kemi obligime që t'i marrim edhe kritikat në kontekstin pozitiv. Prandaj presim kritikat me shumë konsiderat çfarë do qofshin ato që na vijnë. Se në anën tjetër, po flasë për disa nga aktivitetet, por në veçanti të këtyre konferencave shkencore që ne organizojmë, dua ta përmend se ka karakter mbar kombëtar. I kemi, të më thonë, kombëtesa nga Shqipëria, nga Maqedonia e Verit, nga Lugina e Preshevës. Bile në 2 sesionet e mëhershme kemi pasë edhe nga Mali Zi. Por për fat keq njëri nga profesorët që ishte pjesë e jonja ka ndru jetë para një mujve dhe i shprej ngushtime familjes në Hajrullah Hajdarit, a i ka qenë me kombëtesa dhe është njëri prej studiosve më të mirë për shqiptarët e Mali Zi. Prandaj a i ka qenë përfaqësuesi denjë në kuptimin e gjithë në farë mënyrë në gjithë trojet shqiptare janë përfaqësues që marrin pjesë edhe me kombëtesa, po edhe i trajtojnë problemet e shqiptarëve në gjitha shtetet, do më thonë në përgjithësi në Ballkan. Ne, po përveç këtyre aktiviteteve, kemi arrit që të bëjmë edhe promovimet librave. Një promovim të librit e kemi bërë të sesionit parë për nder të 17 shkurtit shpalljes pavarësisë të Kosovës dhe është bërë promovimi i librit me
punëtor, shkencor, me kontesa dhe me recensione. Gjitha këto kanë pas efekt, kanë kriju opinion pozitiv. Ndërsa, që shta dhe kryetari, se nuk e dija isha une kur foli, se ka njerë nga më banë me unije që s'pëdja jam unë ka që këtu prezent me, sepse foli aqë shumë sa ndoshta nuk i kemi bot gjitha këto, por i do këtë kryetari, që kryetari është përkrasi gjithë këtyne. Në 7 marsin, normal, ditën e mësusit e kemi festuar me vitet e tëra. Kemi mbajt aktivitete kulturore, ndoshta orë letrare, por një nga ngjarjet e rëndësishme ka qenë edhe përjetimi me mësusat e periudhës, me mësusat që kanë dalë në penzion, me periudhën kohore më të vështirën nga 90 deri në 99 në një periudhë kur ata kanë mbajt mësimin dhe kanë mbajt mësimin në një kohë në kushte shumë të vështira, por në një kohë edhe pa paga. Do thonë ka pa paga, kështu që ishte vështirë në një periudhë shumë e vështirë, por përjetimet e tyre në prezantim ishin të veçanta, do thonë janë diçka të veçanta. Për nder të ditës paqes ose 12 qershorit që një në Kosovë dita e paqes, njerit koincidon edhe me ditën e pavarësisë të fushë Kosovës, kemi organizu një marsh të QK-s, po të njëkohësisht edhe një ekspozit të profesor Zymer Cakollit me nxënësit e shkollës Elena Gjika, miqt, falemderi miq, ku kanë pas të gjitha figurat që kanë ndikuar që kanë pas ndikim në ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë janë ekspozuar. Ishte një ekspozit e veçantë, me sa e di unë edhe këtu në DTV dikush ka mbajt një intervistë në këtë fushë. Prandaj çdo ngjarje historike që është e lidhme me një datë të rëndësishme, jemi munduar që para opinionit edhe para publikut të dalim me një aktivitet çfarë do qoftë, por asnjë nga ngjarjet e mëdha historike nuk na ka shpëtuar ose nuk ka ikë pa e mbuluar. Madje kemi gjatë sezonit verës kemi mbajt edhe koncerte për mërgjimtar që vinë, kështu që në një farë mënyre të gjitha ngjarjet me mundësitë tona, me kapacitetet tona, i kemi arrit që t'i mbulojmë. Po, pra, këto janë shumë të rëndësishme, këto datat e tjera, pra, dhe ju si organizat, nuk e keni vetëm nëntorin, Jo, absolut. I gjithë viti është plot angazhem. Gjithë viti është me plot aktivitete. Me data historike. Po, normal. I gjajnë ngjarjet që kanë të bojnë me data të rëndësishme që do të thonë me një datë të historisë. Duhet flas diçka edhe pak nëse bën për libret që i kemi botu. Librin e parë e kemi nxjerrë prej shtypit dhe është dalë në opinion, do të thotë sesionit parë, është një libër që i ka dikun rreth 300 faqe dhe gjitha kontesat janë të botuara, edhe e kemi bë promovimin e librit të parë, kështu që është prit mirë në opinion, nuk kemi pas ndonjë vërejtje, edhe pse që thash më herët i presëm ato sugjerimet që kanë të bëjnë në kontestin pozitiv, sepse na japin mundësi për mu përmisu. Librin e dytë, për fat keq nuk e kemi sot me vete, por të shtunën do ta kemi se nesër do del prej botimit, sepse sot ishim tanë ditën me profesor Hajredin Kabashin në shtëpinë botuese me përgatit, nesër na kanë premtu që një numër prej 50 titujve do të del nesër prej shtypit dhe nesër do t'jetë në dorën një farë mënyrë nesër do t'jetë në dorën e lexuesit, do të thonë të shtunën gjatë mbajtjes së konferencës, aty do t'i shpërndajmë një numër të librit të cilin e kemi çuar në shtyp për sesionin e dytë. Do të thonë sesioni i dytë është quajtur Shtet ndërtimi i Kosovës gjatë shekullit 20 dhe 21.
Kështu që për këtë vit do t'i përresim gjitha kombëtesat lexohen në ditën e 22 nëntorit, domethënë me ngjarjet edhe të përfundimit punimeve të Kongresit Manastirit dhe pas përfundimit të gjitha kombëtesave ne do të fillojmë punën me grumbullim e gjitha atyre që pastaj t'i përgatisim për botim që në vitin tjetër. Këtu nuk mund të mos e falenderojmë donatorin që na ka ndihmu për botim, është Bujar Kelmendi, një qytetar i Fushë Kosovës, një dashamir i fjalës shkruar, një punëtor i palodhur, mund të them edhe një shtetas i çmuar i Kosovës, sepse e ka vlerësuar shumë punën dhe na dy numrat ai ka sponsorizu për botim. Prandaj duhet patjetër të jemi mirënjohës dhe falenderues për gjithë atë kontribut që e ka dhënë në të mirën e shkencës dhe të kulturës në Kosovë, më konkretisht në përkrajen e shoqatës tonë. A është vështirë me kriju partneritete pra në Kosovë edhe me shtetet fëqinje përmendëm Malmezi, Shqipërinë, si i menaxhoni këto ju si organizatë? Ne nuk besoj që ka vështirësi në lidhjen e partneriteteve, për bashkëpunimin, për interesin kombëtar, për çështjet e cilat ne veprojmë si organizatën, se gjithmonë këto partneritete lidhen mes miqve, mes dashamirëve që kemi në pjesën tjetër të shtetit, po këto bashkëpunime janë aq të mira, janë aq mrekullueshme, po ne si organizatë për shembull nuk mundim të afrojmë atë mbështetjen të cilën e meritojnë ata miq, për shkak se mungojnë shumë gjëra elementare në mbrana organizatës. Për shembull, se ne në mikpritje që e bojmë në sesionet e ka një kohë jashtëzakonisht madhe në përgatitje në sesionet, se ki pjesëmarrës për 100 vetë pjesëmarrës. Ti do të mendosh për secilën ato që është, ta ndërrosh, ta respektosh, ta shmosh vlerën edhe kohën të cilën e ka humbur që t'jetë në pjesëmarrjen në sesionin shkencor. Edhe këto vështirësi krejt krijon kur mungon mbështetja financiare. Dhe organizata gjithmonë mundona, unë si kryetar me kryesinë me diskutime mundona që ta lehtësojmë këtë çështje, mos ta bëjmë shumë të madhe, për shkak se ne po mundohem për diçka jashtëzakonisht madhe që del edhe jashtë rrugëve tona të Kosovës, që sesionet shkencore, ato libra që dalin edhe për studentat në Universitetit të Tiranës, për Universitetin e Durrësit, edhe gjithmonë ne mundohem këto libra t'i përcjellëm, po krejt këto bëhet kur ka një vullnet mirë, si në këtë rastin e sesionit parë të librit që është botu edhe i dyti fal donatorit që e ceki profesori Gjafer Bujar Kelmendi, që është një djalë që rrjedh për një familjes të arsimume, një familje e madhe Kelmendi, e kështu që nuk ka ngec libri për shkak financa, në këto dy raste po foli. Në raste tjera gjithmonë ka pengesa në organizimin e evente, po gjithmonë po ekziston një vullnet, të cilën me vullnet pimbujmë edhe pimbulojmë këtë pjesën tjetër. Po çdo event kemi arritur ta bëjmë ashtu që shikohije në mënyrat më të mira të mundshme. A keni organizuar ndonjë event dhe jashtë Kosovës? Po, për këtë pjesë dhe të profesorja. Kur është në pyetje bashkëpunimi, kur ka vullnet të mirë gjithmonë gjon hapësirë për bashkëpunim. Po, kemi organizuar kemi marrë pjesë në disa konferenca jashtë Kosovës. Kemi marrë pjesë në shkurtin e vitit, do të thonë këtij viti, në Tiranë, që ka organizuar shoqata e del, na ka ftu, ka pas të bëjë me persona me aftësi të kufizume dhe 3 përfaqësues të organizatës tonë kanë marrë pjesë me kombëtesa dhe ka një ngjarje shumë e rëndësishme e cila është organizuar në Tiranë. Pastaj kemi marrë pjesë në një aktivitet tjetër që është organizuar në Rreshent, rrethit Mirditës, ku ka pas të bëjë me Mirdita në përhistori ose në përshekuj,
Edhe aty kemi marrë pjesë me kontesat tona si përfaqësues të organizatës Plus Kult. Gjithashtu në qershorin e këtij viti është organizuar në Kruj një ngjarje e rëndësishme që i kushtohet Plisit, simbolit tonë kombëtar. Dhe aty kemi marrë pjesë si përfaqësues ku është nënshkruar një deklaratë e përbashkët me shumë organizata tjera ndër shqiptare që Plisi të jetë një nga simbolet për mbrojtje, të hyjet në mbrojtje të UNESCO-s. Tonë është nënshkruar, aty ka nënshkruar kryetari marrëveshjen në emrin e Plus Kultit. Pastaj në tetorin e këtij viti, domethënë në Preshevë organizohet një konferencë shkencore që ka të bëjë me trashëgiminë kulturore, edhe aty kemi marrë pjesë në si përfaqësues të organizatës Plus Kult. Në Shkup është organizuar një konferencë në maj të këtij viti, edhe aty përfaqësuesit tonë kanë marrë pjesë me kombëtesa dhe në mënyrë të denjë na kanë përfaqësuar. Prandaj bashkëpunimi ndër shqiptar është i evident në çdo ngjarje. Madje vitin e kaluar kemi marrë pjesë edhe në Malëzi me një promovim të librit të zotit Mustafa Hazirit që ka botuar për minatorët e Trepçës. Në përgjithësi bashkëpunimi ndër shqiptar nuk mungon, domethënë, është evident dhe mënyra e komunikimit me njëri tjetrin e bën të mundshme në çdo mënyrë që ne kemi suksese kudo që marrim pjesë, edhe krijohet në kësi mënyre krijohen edhe bashkëpunimet. Prandaj bashkëpunimet nuk mungojnë, po janë evidente. Me të vërtetë mund vjen mirë shumë për këtë pjesë dhe me të vërtetë është edhe sakrificë, i përmendëm shumë, pra jo edhe shkoni tek disa evente, pra edhe me organizuar të shumë evente, pra sesionet e juja, është me të vërtetë një ngarkesë, por e përmendëm që ndoshta një punë që e bën me qef dhe me shpirt, atë nuk shndrohet, ajo nuk është më punë, por shndrohet në një kënaqësi me të vërtetë. Është një entuziazm, se kur ke bashkëpunim të mirë dhe kur ke në krye të udhëheqjes ose përkrahjen e në këtë rast kryetarit që është prezent këtu, edhe bashkëpunimi i të gjithë neve që jemi në kryesi, atëherë nuk ka mundësi me mungu suksesi. Ka sakrificë, është e vërtetë, si përmendi kryetari, disa nuk du të hyjë nga pjesa ekonomike, sepse është pak e vështirë, po ne ja kemi arrit qëllimin. Sepse kur jemi zgjedhë aty, e kemi vendosë që të sakrifikohemi nga pak edhe nga vetvetja. Se me pas suksese, duhet mu sakrifiku. Kemi sakrifiku dhe ja kemi arrit deri këtu pa problem në shumë aktivitete. Me i përmbledh gjitha aktivitetet, me të vërtet dalin shumë, por ndoshta një pjesë edhe mund t'i harrojmë sepse kemi bë shumë, por bashkëpunimi i ndërsjellët dhe mirëkuptimin mes vetes nuk ka mungu suksesi. Suksesi është evident. Po mendoj që edhe stafi i unifikuar i organizatës është ai që ka bu të mundur me përfundështa gjithë këto data të rëndësishme, po ashtu dhe sesionet e librave, edhe deshta me cekë këtë pjesë, ndoshta është një emocion goxha i madh, kur kemi sukses ndoshta në dorë, pra e kemi botimin e librit i cili do dalë tash me datën 22. Çfarë ndjenje keni pas përfundimit këtyre sesioneve? Unë mendoj se vërtet nuk ka ndjenjë më të mirë kur arrin një qëllim, kur arrin ta krijesh, sikur ta lidhe me një krijesë që lind
nga një nën, një thmi, ashtu edhe të ne kur del një liber më pa, është diçka e re, e që është shumë, për neve si kryesi, është diçka shumë e madhe, se kemi arrit një qëllim, një punë që jemi mundu me muajt të tërë për mu organizu, për me arderet e punimet shkencore. Edhe qëllimi është që të marrin pjesë gjitha ta figurat ma të universiteteve të ndryshme, me punimet e tyne kushtuar temës të cilën e cek organizata, vërtet është një mundim, një kohë shumë e madhe që mirë. Për neve, unë si kryetar, po voli jem shumë i privilegjur që e kam një rreth jashtëzakonisht mirë të kryesisë, një staf profesionista, profesor të ndryshëm, të labive të ndryshme, e që na i lehtëson shumë ma shumë punën deri te qëllimet tona. Andaj unë jam tepër i lumtur që po arrim edhe librin e dytë sesionit me qitën të shtunën para profesorëve të ndryshme dhe të dhurojmë dhuratën, se librin gjithmonë e kemi dhuruar, ashtu si që na ka mbështet donatori jonë, ne këtë liber e dhurojmë falas për të gjithë dashamirët lexues. Gjithmonë jemi kujdes që këto libra ti ndajmë edhe Bibliotekës Kombëtare Universitetit Prishtinës, po edhe për te i ti dërgojmë. E nim një lloj obligimi që t'ja ofrojmë mundësinë dhe t'ju shohim se do të punohet për me pas një liber shkencor. Edhe ky është edhe një mesazh edhe për akademinë tonë në Kosovë, është mesazh që do të ma shumë e punu për me pas diçka ma shumë rinia në trezat e tyne të leximit. Kështu që shpresoj që studentat kanë me pas pejtanes andaj librin e sesionit dytë, edhe sesionit tretë, besoj që do del edhe ky shumë shpejt. E njerë do ta kemi një pauzë lidhje me çështjen e sesionit, për shkak se do ta shohim mënyrën e bashkëpunimit edhe me institucionin, të cilën besoj se për 25 vite ka ardhur koha që të vëdësohen ata që vinë tash në qeverinë e re, se për momentin s'kemi qeverisje në Republikën tonë, kemi ushtrues detyre të cilët i kanë nxanë pozitat në dy mënyra. Po pra dhe këto, kjo pjesa e bllokimit të shtatë qeverisë është ajo që jo, kjo ka qenë edhe kur ka qenë në qeverisje, 5 vite, ky kryeministër i cili është në detyrë tash, ky ka qenë kjo Ministria e Kulturës ndaj tyne, domethënë po nuk kemi hasë dhe nuk kemi kërku. Të drejtën me fol edhe këtë pjesën se nuk kemi kërku mbështetje për shkak se gjithmonë duat i iki lidhjeve politike, duat qëndroj si shoqëri civile, si neojo që e pamvarën, e panështruar dhe do të arrijmë atë sakrificën mundin tonë. Ne presim që të ka donatorë të cilët e dojnë trashëgiminë, e dojnë kulturën, e dojnë rinin që ta shohin ma aktiv me vullnete, me programet të ndryshme të cilat ne i afrojmë, shpresojmë që të hasëm gjithmonë në mirëkuptim me ata që vërtet kanë mundësi ta ndihmojnë një OJQ. Pa marrë parasysh do të thotë veç OJQ plus kult, po të gjitha ato OJQ që vërtet kanë një qëllim të mirë, edhe ja menojnë të mirën këtij vendi, edhe afrojnë diçka të mirë për këtë vend, që vërtet ka nevojë ky vend për shumë çka. Ti je shumë e re dhe po du me lidh me një kohë jo shumë të lartë në shqiptarët kemi vujt edhe për bukë. Edhe është një thonje si kur buka kur del prej qerepit. Më thonë, kur njerëzit janë të rritun edhe presin bukën më pjek, është një farëndjenje që ti do të me ushqy. Edhe alja e librit prej botimit është një ushqim për gjithë ata që merren me shkencë dhe me punë shkencore. Prandaj jemi duke pritë që kur jemi tunë për me dalë me pa me lexu edhe me dalë në dorën e lexuesit. Edhe pak, s'na kam vetë shumë. Po. Cilat janë ato ambicjet që ndoshta ende nuk e keni plotësu në atë përmasën që ju doni? Po, ambicjet e mia janë që në çdo qytet të Republikës Kosovës t'i kemi dekt. Për momentin kemi në disa qytete dektonën me kryesi, kemi Podojevën me kryetar është Enver Halimi, drejtori i shkollës, ka një staf jashtëzakonisht mirë në Podojevë, kemi në Suarek, kemi në Istogen, Duka Gjingecin, i cili është një djalë magjistër jashtëzakonisht i mirë, që na përfaqëson mirë, kudo që është në tash e përshëndes për këtij emisionit, kemi në Fushë Kosovë forumin rinorit dhe zyrja qendrore e SOLIS tonë është në Fushë Kosovë në Shtëpitë Kulturës, ku nuk dua të harroj pa e përshëndetë dhe falenderu nga zemra
kryetarin e qytetit komunës Fushë Kosovë, zotin Borim Berisha, i cili na i ka lehtësu punën me dhënien e zyres që na i ka dhuru në shtëpitë kulturës, e që vërtet e kemi pas një kontakt edhe një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë, e që këto 3 vitet kemi pas mundësinë edhe atë komoditetin që të punoj ma që lirë, për shkak se kemi pas barën e qëras ku ishe ma heret në objektet që u dëvë këtë pagut edhe qëraja, e të pagu qëra ku nuk merë donacione dhe nuk mbështetës, është pak problem, po kemi arrit të mbojmë gjallë 3 vite me qëra, po edhe këto 3 vite tjera, falë kryetarit Borim Berisha dhe nën kryetarit Besnik Osmanit, të cilët tash pushtetin Fushë Kosovë, po na i ka lehtësu punën tonë, në pushtetin Fushë Kosovë tash ka ndru, tash presum prej këtyne 3-ve që e kanë fitu, në zgjedhje të shofëm se qysh do të vazhdoj bashkëpunimi, a do të ketë bashkëpunim që është në interes të kulturës, ta shofëm, betet e shofëm. Po pa tjetër, të mos të alem ana është këtë pjesën e kulturës dhe traditës, sidomos... Absolut. Unë shpresoj që të kemi një mirë kuptim, edhe për shkak se gjatë biseda kur ishëm herët, gjithmonë theshin nuk e qenë të pjesë e mbështetjes këti apo këti që ka unë pushtet. Unë nuk do t'jem asnjëherë në mbështetjet të asnjë partisë politike, po gjithmonë do t'jem në mbështetjet të programit të partisë. Në këtë rast në Fushë Kosovë ka qenë programi më i devotshëm, më i mirë që mund ka interesu pjesa e kulturës dhe trashëgimisë dhe sot do të ketë financim programit i këtij kandidatit për çështjen e trashëgimisë kulturës. Në këtë rast ka qenë programi më i mirë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kështu që kam qenë përkras personal. Domethënë gjithmonë po flas për vete, kam qenë përkras i programit Lidhjes Demokratike, që për fat nuk u fitonën. Fushë Kosovë, kështu shpresojmë që këta tjerë të kanë diçka pjesë të kulturës që kanë dhënë ai fond në programin e tyre. Që mund mbështetë edhe shoqëria civile, se vërtet shoqëria civile ekziston kur mbështetet për institucionet që janë obliguese ta përkrajnë drejtoria e kulturës, rinisë dhe sport që në komunën ku ekziston. Domethënë ministria ka gjithashtu atë barën e vetë që t'i financoj ojo që se në çdo shtet ojo që të bojnë revolucion për të mirën e qytetit, për ndryshimet që janë të nevojshme. Në këtë rast shpresojmë që vitet e ardhshme të kemi një bashkëpunim edhe një trajtim më të mirë si organizat, se vërtet jemi një organizat që kemi bërë shumë evente. Vërtet nuk e them këto për lavdata apo diçka, po vërtet kemi bërë shumë punë të mëdha që kanë qenë në interes të rinisë, në interes gjitha edhe mos të harrojmë të atësekën kemi arrit qëllimin bashkëpunim me disa miqtë në Gjermani, kemi arrit që ne po dëjevë ta dërgojmë një kamion shumë të madh me ndihma për nxënësit e shkollave të Podëjevës, të cilët i kemi arrit të furnizojmë të gjitha shkollat me tavolina, rrika, edhe një pjesë komendu për fëmijët me autizëm që janë nëpër shkolla. Edhe për ta kemi afru ndihma, që vërtet edhe drejtoria na kanë nderu me mirënjohje për bashkëpunimin dhe për ndihmat që i kemi dërguar. Dua t'i falenderoj edhe drejtorin e arsimit atje, edhe kryetarin tonë degë zotin Enver Halimi. E të gjitha ato ndihma janë shkarkuar në shkollën Ibrahim Rugova në Podëjevë. Po, pa tjetër, kjo besoj është një pjesë shumë rëndësishme, edhe po i prekum ndoshta pjesëtar të shoqërisë, cilët kanë më shumë të nevojë për ndihmë. Unë tash kemi kërkesat shumëta për profesorët të cilët përfaqësojnë pluskultin e Opiliq, kërkohet që t'i mbështesëm shkollat ato, edhe kemi bisedu me ata miq tonë, bashkëpunëtorë tonë që vërtet shpresojmë para festës së vitit të ri ta sjellëm edhe për Obiliqin një pjesë të ndihmave që janë të nevojshme për shkolla. E dhuratat gjithsesi vitin e kaluar të gjithë nxënësat në Podëjevë i kemi arritë t'i gëzojmë fëmijët me dhurata, kështu do të mendojmë që për këtë vit të ri të kemi Obiliqin edhe Fushë Kosovën. Cili do të ishte një mesazh që e kishte dhënë? Veç edhe pak du me plotësu për këtë qëllimin me eshtria dhe matutje program, po mendoj aktivitetin.
Ne kemi plane që ta vazhdojmë në mënyrë tradicionale këtë mbajtje në konferencave ose sesioneve shkencore, jo veç në Kosovë, por mendojmë që ti shtrim ma gjërë në Tiranë të mbajmë një konferencë që do të jemi bazë organizimit. Jam shumë i bindur se një ditë në Ulqin do të mbajmë, pastaj në Shkup edhe në Preshev gjithsesi kemi planet, është se më i realizuar varet edhe prej vullnetit të mirë të atyne që dojnë me na përkra dhe me na ndihmu. Ne vullnetin e kemi edhe kapacitetin e kemi, por ka mundësi që ana kjo baza ekonomike mund me qenë pengesë, por shpresoj që do të ketë vullnet të mirë edhe do të kemi edhe përkrajë, si që ta kryetaret të institucionale, në mënyrë që ne edhe në për gjithë trevat shqiptare të arrijmë qëllimin të mbajmë konferenca me karakter shkencor. Cili do të ishte një mesazh që e kishte thonë pikërisht të rive dhe gjeneratës të re, ju si organizatë, ju si feritare, po ashtu e pam që edhe po fokusohemi më shumë edhe tek shkollat edhe tek rinia. Mesazhi im për rinin është t'i kthehen biblioteka, t'i kthehen librit. I kisha lutë që mos ta lëshojnë Kosovën, ta arrijnë të gjojnë veten këtu në Kosovë, për shkak se shpresojmë në ditë më të mira që do të vinë dhe do ta kenë secilin e profesionin e vet, ta gjej veten këtu, se vërtet është dhimbje të madhe kur ti shesh që ti ke rinia çdo vit me numër i madh i caktuar. Kështu që mesazhi im është qëndroni, ballafaqoni dhe bëni revolucion për të ardhmen e juve. Kështu që vërtet jam njeri më i lumtur pse jam dhe ekzistoj në Kosovë për shkak të një rinisë të mrekullueshëm që e ka shteti jonë Kosova, jonë e dashur, për të cilën kemi dhënë shumë mund, shumë sakrificë që ta kemi këtë liri për këto vite. Edhe paraprakisht dua të bëj edhe një apel, një kërkesë të gjithë ata që e dojnë kulturën, trashëgiminë dhe dojnë aktivitetet e Plus Kultit, e kanë një adresë, Plus Kulti e ka një llogari, të gjithë ata që dëshirojnë mund ta mbështesin me financat e tyre, saqë shumë prej tyre financat i qojnë në rrugë të ndryshme të gabueshme dhe i trajtohen ka rajt të cilat i kemi si kam Pepe, Laci, Lere e sot kujtë. Në sa i përket mesazhit, do doja që të bëj apel për gjithë rinin që të kthehen librit, të hjeken prej telefonave dhe të kthehen librave, sepse në liber jo veç që e pasurojnë vetveten, po janë pasuri kombëtare. Dhe për gjithë prind bëj apel që fëmijëve sa më shumë t'i largojnë nga telefonat. Sepse qyshta kryetare kemi një rini të shëndosh, mos ta dëmtojnë nga vetvetja, por t'i japim vlerë sepse pa ata nuk na do të shteti. Prandaj secili prej neve kemi obligim dhe bëj thirrje edhe një herë që më shumë të kthehen ka leximi dhe ka libri se sa ka telefoni. Faleminderit që ishit sot me ne dhe na nderuat me prezencën tuaj në studio, e bënëm një bisedë që mundu me prek goxha do pika, por kjo gjithmonë këtu janë vetëm pika hyrëse dhe për çdo informacion tjetër edhe shikuesit tonë munden edhe me ju adresu edhe juve edhe personalisht edhe po besoj edhe në pa problem. Ato pjesë të shoqatës. Dhe unë ju falenderoj juve për emisionin e juaj, e falenderoj drejtorin e televizionit, i falenderoj të gjithë stafin që e keni një staf jashtëzakonisht mrekullueshëm, ne na gjem jashtëzakonisht mirë, kështu që vërtet jam nisë në shtëpinë time, edhe falenderoj për gjithë pjesëmarrjen e DTV-s që ka qenë në të gjitha aktivitetet tuaja të Plus Kultit, andaj ju bëj ftesë edhe tash që t'jeni prezent të shtunën me televizionin e ju, se vërtet televizioni ju është një pasqyrë që të përton në çdo shtëpi të kosovarëve e me tutje. Çfarë them tjetër përveç faleminderit dhe suksese juve. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, faleminderit që qëndruat me ne sot. Deri në takimin e radhës, mirupafshim.